Një artikull tronditës i publikuar nga Washington Examiner ka vënë në shënjestër Shqipërinë dhe vetë kryeministrin Edi Rama, duke e lidhur drejt për drejt me aktivitetet e paligjshme të një prej karteleve më famkeqe të drogës në botë, kartelit Sinaloa të Meksikës. Pyetja që shtrohet në mënyrë të drejtë për drejtë është pse administrata Trump e toleroi një aleat të NATO-s, që sipas zyrtarëve amerikanë të inteligjencës po vepron si partner i pastrimit të parave për kartelet meksikane të drogës. Artikulli thekson se ndonse Donald Trump e ka shpallur luftën kundër drogës si një nga prioritetet e tij kryesore. Një pjesë e kësaj lufte po shpërfillet qëllimisht kur bëhet fjalë për aleat nominal si Shqipëria. Në mënyrë të qartë thuhet se në drejtimin e Edi Ramës, Shqipëria është kthyer në kryeqytetin europian të trafikut të drogës, ku mafia shqiptare kontrollon tregje kyçe në Londër, Europën perëndimore dhe më gjerë. Sipas Washington Examiner, këto rrjete kriminale nuk merren vetëm me kokainë. Ato janë përfshirë gjithashtu në trafik armësh, rrjete prostitucioni dhe pastrim parash përmes bizneseve formalisht legale. Më shqetësuesja është se përdorin dhunë ekstreme për të dominuar tregun dhe për të friksuar organet ligjzbatuese, të cilat në shumë raste duken të pafuqishme ose të kompromentuara. Gazeta amerikane i referohet burimeve të shumta të inteligjencës dhe sigurisë në SBA, të cilët pretendojnë se Rama jo vetëm që i ka lejuar këto aktivitete, por është përfituesi drejt për drejt i tyre. Në rastin më të keq thuhet në artikull, Rama po ndjek të njëjtin model si Maduro në Venezuelë, mundësues politik i mafias që mbron dhe pasurohet përmes rrjeteve të krimit të organizuar ndërkombëtar. Një rast konkret që përmendet është ai i luftar Hysus, i sanksionuar më 13 nëntor nga departamenti i thesarit i SBA-ve. Ata akuzohen për përdorimin e bizneseve në Meksik, përfshirë lokale të lojrave të fatit dhe restorante, për pastrimin e të ardhurave të gjeneruara nga trafikimi i narkotikëve. Megjithatë, edhe pas këtij hapi të Washingtonit, në Tiranë nuk ka pasur asnjë reagim nga autoritetet shqiptare. Heshtja flet. Washington Examiner e cilëson Shqipërinë si një shtet mafioz që ofron stret të sigurt për kriminalët ndërkombëtar. Një vend që zyrtarisht është pjesë e NATO-s dhe aleat i SBA-ve, por që realisht ka lejuar ndërtimin e një ekonomie paralele kriminale, e lidhur me rrjetet transnacionale droge nga Amerika Latine deri në Europë. Artikulli mbyllet me një paralajmërim të qartë: nëse Edi Rama nuk ndryshon kurs dhe nuk fillon të përballet me realitetin e aleancave të tij kriminale, SBA do të jetë detyruar të reagojë. Trump thuhet duhet i dërgojë një mesazh të prerë, ose me ligjin dhe luftën kundër karteleve ose përballje me pasojat.